Shkodra i ka dhënë lamtomirën gjyqtarit Astrid Kalaja, i vrarë në krye të detyrës në sallën e gjyqit në gjykatën e apelit të përgjithshëm në Tiranë. Të afërm, miq, kolegë qytetar, ngushëlluan familjarët për humbjen e njeriut të tyre të dashur. Në omazhet e zhvilluara gjatë gjithë paraditës së të mërkurës, morën pjesë drejtuesit e pushtetit vendor, personalitete nga sistemi i drejtësisë, si dhe drejtues e ish drejtues të institucionet të Shkodrës, të cilët vendosen kurora me lule në ndërim të figurës së gjyqtarit Kalaja. Në orën 16, me dhimbje dhe lotësh, trupi i pajetit të ndjerit u përcoll për në banesën e fundit.